Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se në kanalin tim dhe po kam ardhur në Malta. Përshëndetje, unë jam Denisi, kam vizitor të se. Ke vizitor? Pse, çfarë jam unë? Po ishte ti muaj që shkoj në Shqipëri 2 javë, edhe unë do ri këtë muaj 10 ditë. Ata e zëkash. Po thoja, kam ardhur mbrëm nga ora 6 e pas mbrëm. Ti e bie mbrëm, se s'është ishte aq vonë. Kishte super shumë erë në Maltë, nuk e di, me sa kilometra ishte? 40-50 kilometra era? Edhe në një orar të saktuar, po më thoshte menaxherja që punon Denisi, do të arrijë deri në 70 kilometra. Nuk e di se sa ka arritur, po ka pasur shumë zhurmë tër natën. Në aeroport takova një familje shumë të bukur, të cilën dua ta përshëndes sepse dje nuk e di. Mu bë shumë qefi që po më thoshin edhe vetëm kam qeshur dhe nuk i thash as faleminderit. Imagjinoni, kështu që faleminderit, po jo them tani. Edhe më bëhet shumë qefi kur më flisni, sepse më jepni shumë pozitivitet edhe bëhem me energji të mirë, marr kështu energji pozitive dhe bëhem edhe më shumë pozitive. Sot Denisi e kishte pushim, gjithsesi ora ka vajtur 5, po, edhe jemi përgati që shikoni, do dalim për një kafe, nuk kemi ç'a bëjmë tjetër, kemi menduar një gjë, po ato ta bëjmë sigurisht me pjesëtarët tanë të grupit, me Anisën dhe me Ergin, po koordinohemi për ditën e këtyre të pushimit që të realizojmë atë gjën. Mirë, po sot do dalim thjesht për qef, unë edhe Denisi si një çift i lumtur. Shumë i lumtur, apo jo? Do dalim tani? Po, nëse e gati, unë jam gati. Po, gati jam. Edhe kam bërë flokët me mash se atë sharku nuk e merja dot. Po më pëlqejnë si më kanë dalë. Kishte marrë malli. Se prap ka erë. Do fluturojnë, po paktën i kemi tregullta për hapjen e vlogut. Nesër është Shën Valentini. Po. Sot i bie tjetë Valentine's Day. Është i për vajzat. Do të thënë për shoqet. Gjithsesi, nesër është e shtunë, edhe është dhe Big Brotheri, kështu që unë kam bërë në plan të ftoj Anisën, pasi edhe Ergi dhe Denisi janë të dy në punë, gjithmas ditën, po, edhe kam bërë në plan që të marrë Anisën edhe ta festojmë bashkë, do të thënë, takohemi të shohim Big Brotherin, edhe dua të bëj disa gjëra në thimin e Shën Valentinit, me zemra, me gjëra kështu, vetëm për mua dhe për Anisën. Take. E po ti nuk je, kështu që ta festoj me Anisën. Do komentojmë me Big Brotherin, edhe ja. Nejse se me këto nuk merr zot. Tani të dalim një xhiro nga Valeta. Koha ka qenë mirë, ka pasur diell, çuditërisht, se sa herë që vi unë. Po, ka pas diell sot. Tani dalim. Po. Dalim. Ja, rrim. Guess what? Po kthehemi në shtëpi sepse sot janë karnavalet 1 dhe 2 kanë ndryshuar stacionin e autobusit. 3 Denisi t'ju fik telefoni dhe nuk kishte marrë as karikusin e vete dhe as powerbank. Po kthehemi edhe tani të shohim. Mos ikim me taksi, pa puna, sa keq. Erdi ky është, apo jo? Po. Ka ardhur një vipa. Super plot. Si e kuptoni, ishi shumë të mirë. Denisi vetë ati hëngri, po kjo ishte shumë e afët, si jam kështu tipi, mendoj se do ishte më e ëmbël, ndërsa kjo s'është tamam si petull, është më shumë si brum. Won't stop for traffic lights. Always running away to new places, new friends, new connections.
Hello, nga dita tjetër. Sot jam zgjuar duke bërë punët e shtëpisë. Më sakt jam marrë vetëm me kuzhinën edhe që është njëkohësisht në salloni, edhe Denisi ishte në gjumë për kokër të shefit vet, kam larë këto tiganët, tenxheret, çdo gjë, bufen, kam ngrit çdo gjë lart dhe u futa dhe bëra një dush, sepse përveç faktit që po ndihesha zhul nga gjithë punët që bëra, këta komshin tanë kishin gatuar peshk edhe mbante një herë kaq e keqe, sa realisht nuk e keni iden. Thoja, hamore ti, thoja nga vjen kjo era dhe hapja sirtare se thash mos ai buburrec, mos ka ngordhur në një nga ato me aromë gjallë bot, vetëm kur afrohem afër derës së jashtme, edhe e hap, edhe erdhi ajo aroma e peshkut me qa është ajo Kere, sepse bëni... oh my goodness, ishte të mërshme. Bëra dhe skincare-in, fytyra po më shkëlqen, dhe tani do të ikim në Lidl, sepse kemi shumë bidona për të marrë kupon mbrapsht, edhe duam të marrim disa ushqime normalisht për të ngrënë. Edhe ndonjë gjë që mund të shohim, në një gjë kështu interesante, do të shohim, se Lidli ka kështu her pas here. Jam bërë gati tani, flokët si kam rregulluar, se thash, ok, deri te marketi do t'i kap kështu thjesht fare, po, pas am lënë leckën aty. Sorry për pamjen e rrëmueshme. Unë sot po agjeroj, by the way, sepse kam ditë borxh. Edhe kaq, këto ishin updated. Ti të kështu këtu. Nise, do bërë gati ti, sa shpejto veshe. Denisi është turni 2 sot. Turni 2 në 5. Whatever, turni 3. I bje. Ikim, do ikësh më herët? Okej. Kjo është gjendja e bidonave, shisheve, kanaçeve, whatever. Sa lek mendon se janë aty? 15 euro. 15 euro? Unë them 20. Kush është më afër, fiton një... Qa? Shopping, okay. Me shishet bëm kaq, po as unë dhe Denisi nuk kemi shpresat e shifrat që kemi dhënë. Dhe kanaçet na dhanë kaq. And I really wanna know. Erdëm në shtëpi dhe sigurisht do të bëjmë një haul me gjërat që blen në Lidl. Këtë herë bëra një listë edhe i qëndruam asaj listës. Okej, jo plotësisht, po gjërat kryesore kemi marrë, kemi shtuar edhe një gjë tek këtu kur na u kujtua, po se mund bëjmë këtë ose mund bëjmë atë. Edhe kemi shtuar një dy budalliqe, po ka problem, sërish jemi brenda normave. Kam marrë një patetin sepse kemi Big Brotherin sot, boronica, brokoli, fruta të thata, moll, qep, kunguj, sigurisht kemi marrë pak sepse prishën shumë shpejt. Besoj se ato që jetojnë këtu në Malt më kuptojnë. Gjalp, djath me feta, qese për mbeturinat organike, hudhra, pana, lëng frutash, 2 majonez, mascarpone, çokollatë, ullin, kastraveca turshi, 2 pako me fileto pule, bizele, fasule, salc, 2 pako me djath, fruta deti të ngrira, lenor. Kjo ishte qesja e parë. Edhe e dyta, bokse për Denis, një tuf me tulipan, kishte shumë lule sot, besoj nga fakti që ishte Shën Valentini. Vez, darda, panine edhe baget. Po janë të vegjël këta bagetat. Baget tuat. Domate, baby, shalqi. Kështu ishte emri. Shalqi baby, I don't know. Karota, patlıcan, patate dhe speca. Ky ishte dhe hauli për sot. Të gjitha këto kanë kushtuar 91 euro e 23 cent dhe me 9 euro, thua se 10 euro kupon, kemi paguar 82 euro. Shumë është. Po, duhen.
Duhen, janë ushqime. Tani ti sistemoj edhe do gatuajmë darkën bashkë sot. Kështu duket e tavolina pas hollit. Ju thash do gatuanin bashkë sot, kështu që po gatuajmë bashkë sot. Tani, nuk jam fix pas hollit, sepse normalisht i sistemova që të gjitha në vendet e veta, edhe pushova pak se më kapi si një këputje, nuk e di sepse, edhe mora energjitë e mia dhe tani është momenti fix për të gatuar. Do bëjmë një tavë e cila është super e thjeshtë, ju merr shumë pak kohë, nuk ka nevojë të jetë perfekte. Mund t'i shtoni edhe gjëra të tjera nëse juve ju pëlqen. Unë ta bëj me këto perime. Patate, qep, hudhër, sigurisht jo në këtë sasi, do ta shikojmë sasin për sa persona duam që ta bëjmë. Kungull, spec, këto specat e Lidl nuk e di, ishin shumë të mëdhaja, unë i kam pak frikë këto, por Denisi më tha janë të mira, kështu që i morëm. Karrot, fileto pule dhe bizele, mund ta bëni edhe me mish, mua më pëlqen me fileton e pulës. Tani do të nisim me përgatitjen. Nuk jam ndonjë kuzhinier kush e di se ça, por ato që i bëj të mira, i bëj realisht të mira. Çupet çu do t'i lajmë tani. Kështu duket e tava deri më tani, kemi kryer të gjitha perimet edhe fileton e pulës, ndërkohë që do të hedhim edhe erzat. Edhe erzat ja hodhëm. Sorry, kisha harruar të vendosja bizelet. Këtu kemi bërë një mas me salcë të kuqe, salcë tomate domethënë, vaj edhe ujë, të cilën t'ja hedhim tavës sigurisht. I hodha salcën, i bëra një super mix të gjithë tavës, i hodha pak piper dhe pak vaj sipër, tani në furrë për ta pjekur. Tavën e hoqim qafësh duke u pjekur, i kam vendosur 1 litër alumin sipër, gjithmonë thonë që bëhet më mirë, do ta lë pak edhe më pas do ta heq. Dhe lava enët, pastrova tavolinën dhe çdo gjë gati, mirë po në trurin tim gjithë paraditën është tiramisuja. I kam të gjithë ingredientët, i bleva ato që më mungonin, mirë po nuk dua të bëj shumë, duke qenë se as unë as Denisi nuk është se jemi të hëngës të mëdhenj të ëmbëlsirave, dhe thash të bëj ndonjë gjë të vogël. Pata parë edhe një video shumë cute që e bëni në formë zemre. Okej, atë gjën. Edhe thash ta bëj apo jo, ta bëj apo jo. Edhe do e bëj. Kështu që tani do të bëjmë tiramisun. Nuk e di se sa do t'ju tregoj tiramisun, duke qenë se as vetë nuk e mbaj mend shumë mirë, por besoj hapat e vogla do t'ju tregoj. Kështu që tani është data të gatuajmë tiramisu. Për bërësit i kemi gati mascarpone 250 gram, 3 vezë. Unë e pashtë një video që ajo kështë bërë 500 gram mascarpone dhe 6 vezë, kështu që jam munduar ti përgjysmoj. Sheqer, kafen e kam bërë, biskotat, kakao për sipër edhe kaq. Tani të fillim njëherë me punën. Vezët i ndam në të verdhë dhe të bardhë veç. Tani do të hedhim sheqerin edhe do të bëjmë mix. Kështu duket e verdha e vezës, sheqeri dhe mascarpone për zier. Tani bashkojmë të bardhët e vezëve me të verdhat edhe me mascarponen. Do të nisim me vendosjen e biskotave dhe kremit dhe çdo gjë tjetër. Duket super e shishme. Ky është përfundimi i tiramisus. Kështu duket edhe gjella që neve bëm. Okej, unë e dua pak më shumë crispy, dhe me thënë që t'jetë pak më shumë e pjekur. Mirë po më ka ardhur orari që duhet ta çel edhe e mora, ndërkohë që e kam lënë sërish në furrë që të piqet dhe pak më shumë. Për këtë zgjedhje, pse bëre këtë? Sepse që natyrisht ti mund të provokosh. Të pëlqeu Anisa?